pavarësinë e Kosovës. Faleminderit shumë. Njomza, kur i kthehemi prapa 18 vite më parë, ishe njëra prej deputeteve, atko cila ishte mosha jote dhe cilat ishin emocionet, cilat janë kujtimet e asaj kohe të nënshkrimit të pavarësisë Kosovës? Ti je deputetja më e re, vetëm 24 vjeçare, po edhe nënshkruese e deklaratës së pavarësisë, është një emocion veti, po edhe një krenari, një nder për mua. Normalisht që nuk e kemi besu, ne kemi qenë me fatë në atë legjislaturë që do të ndodhte pavarësia e Kosovës dhe shtetëformimi, por që ka qenë një moment edhe sartë të flasë për momentin e triumfit shtetëror, por edhe personal, por edhe të shumë brezave, sepse me dekada ne veç që kemi pas, që kemi vuajt edhe ta përjetosh me firmosjen e nënshkrimit në një akt më të lartë juridik, si që është deklarata e pavarësisë. Ka qenë moment që shpeshherë them që edhe në momentin nëse ishini edhe pamjet gjatë nënshkrimit të deklaratës së pavarësisë, unë kam qenë ajo që jam vënu më së shumti për shumë arsye, sepse ka qenë një moment që e kam kujtu edhe gjithat vuajtje, por edhe kam mendu në firmosin, sepse ka bartë në vete ajo pesha bisupe e një firmosjet në nënshkrimit jo vetëm me emër, por edhe të përgjegjësisë, të obligimit dhe të besës që e kemi pas edhe si përfaqësues të popullit, por edhe si qytetare e Kosovës. Po, afërsisht e mban mend sa zgjati ky nënshkrimi dhe ndërkohë Lus Regjin që na i tregoi edhe pamjet e asaj kohe, pasi na i ke sjell disa prej detaje, pra i kemi në dalje, pra po shohim njëms pamjet cilat na i ke sjell sot në këtë edicion special, sa zgjati ky nënshkrimi dhe na kujto pak emocionet, cilat ishin derisa mua si që po ishin edhe në pamjet, është zgjatë, jam me vetmja unë që edhe më kanë thënë, edhe më kanë pyet se pse i e ndalë atë shumë. Normalisht jam ndalë sepse ka qenë një moment edhe dridhja e dorës, si që shihni aty në atë moment, ka qenë pesha, po dhe përgjithësia që një aktit ma të lartë edhe të nënshkrimit, por edhe të, si që thash, sepse shumë dëshmor dhe kanë ra për këtë moment historik, dhe por që nga ky moment normalisht që ka qenë ajo edhe gëzimi i madh, por që janë përzi, gëzim, lot... Frikë ndoshta, edhe frikë, po, edhe frikë, pasiguri pak ndoshta. Pasiguri, por që besoj që për gjithë kolegët ka qenë ky moment dhe po them është edhe tani vazhdon të jetë ajo përgjithësia, pesha që e kam bisupe, që të kontriboj, të vazhdoj të shërbej vendit tim, vendit tonë, sepse kemi për obligim dhe për borç që gjithat amanet që kemi nga të rënët edhe nga dëshmorët, që ta përkthejmë në punë të mira, por edhe ta ndërtojmë edhe ta kemi këtë, sepse ne veç tashmë kemi identitetin tonë, e kemi flamurin tonë, përveç asaj kemi edhe punët që duhet të punojmë dhe ta dojmë fort këtë vend që e meritojnë. Dhe i përmendet disa prej flamuri, himni, nënshkrimi, kur ti si deputete më e re kuptove që ma nuk ishte kthem prapa, ndoshta me vënien e nënshkrimit në deklaratën e pavarësisë apo gjitha ato proceset më pas që erdhen me njerë pas shpalljes së pavarësisë, kur e kuptove që ky ishte momenti që më nuk ka kthem prapa sa i përket shqetësisë Kosovës? Pikërisht në firmosjen e nënshkrimit në deklaratën, aty u kuptua dhe normalisht që nga ky moment ke një riktesë për shtetin tonë, për shtetëformimin e institucioneve, sepse në 2 mandate që unë i kam shërby qytetarëve të Kosovës, të gjitha ka ndodhur zhvillime të rëndësishme në shtetëformimin e vendit, po edhe të institucioneve të reja, sepse në mandatin e parë ndodhi edhe nënshkrimi, përveç asaj edhe në shumë zhvillime të rëndësishme që ka pas shteti jonë, dhe në mandatin e dytë pikërisht e ka muteq edhe Komisionin për Integrim Evropiane në shumë përgatitje të plotësimit të kriterjeve dhe standardeve, sepse ta udhëheqësh një komision, sidomos në atë fazë, ka qenë shumë sfiduese në lobime të ndryshme, me institucione të ndryshme, me shtete të ndryshme,
ndryshme, si që dini nga 27 shtete që janë në Bashkimin Evropian, 22 kanë njohur dhe 5 shtete i kemi që nuk e njohin shtetësinë e Kosovës, si që është Spanja, Rumania, Qipro, Slovakia, dhe unë menoj që kjo duhet tjetë edhe një punë që duhet të vazhdohet në bindjen apo edhe në lobimin, sepse ka edhe shumë shtete që kanë tërhek edhe njohjen e Kosovës, por që besoj që duhet tani edhe të mos lejojmë, sepse vetëm me një angazhim, po them të gjithë institucioneve, po edhe të liderëve, mendoj që kjo e arsiton edhe besimin, sidomos ndaj shteteve që i kemi aleat kryesor, shtetet e Bashkuara të Amerikës, po mos harrojmë Gjermaninë, Francën, Italinë dhe shumë shtete të fuqishme, por edhe ato të cilat janë të fuqishme, si që kemi edhe Indinë, Brazilin, që nuk e ka njoft Kosovën, por që tashmë Kosova në arenën ndërkombëtare e kemi zërin tonë, që ne flasim dhe ne jemi ata në tavolinat ku bëhen ndryshimet, por edhe vendimet, por edhe në lobimet, sepse mendoj që ende 18 vjetë shtet, por ende kemi punë të cilat duhet t'i bëjmë. Unë them që me zhvillimet që janë bërë, ka sinjale të mira dhe ka progres, por kemi edhe në aspektet tjera regres të cilet mendoj që duhet të kemi sa më shumë, të punojmë më shumë dhe ta dojmë këtë shtet, por edhe ta ruajmë identitetin ton, shtetformimin, por edhe të jemi krenar mbi krejt atë që kemi pas shumë. Mos harrojmë që familja Jashari dhe Prekazi ka qenë një rikthese fuqishme edhe shumë gjak që është derdhë, por edhe një rrugë gjatë deri në firmosjen e nënshkrimit të deklaratës së pavarësisë, por edhe të shtetformimit të Kosovës. Po, dhe njëmëza kur kujtojmë detajet e asaj kohe, atë kohë e dim që shumë qytetarë kanë pasur dilema, kanë pasur pikpyetje, ju si deputet e Kuvendit Kosovës, kur u informuat atë kohë që shpallja e pavarësisë Kosovës do të bëjë ditën e diel, do të bëjë në ora 15, kur ishte informacioni që e morët? Gjithçka ka qenë një heshtje, kemi qenë të rezervuar edhe në informacione. U kërkoj që ta mbalit fshat edhe me familjarët edhe me të tjerët? Po, dhe atë e kam bërë dhe besoj që edhe kolegët e tjerë, sepse në radhë të parë ka qenë gjithçka në koordinim edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por që ajo si informacion normal që ne ishëm të informuar dhe në mbledhjet e rregullta që i kishëm në grupin parlamentar. Sa ditë para keni qenë informuar se do të kishte një seancë të dielën në orën 15? Ka qenë rezervuar dhe ka qenë që ne kemi ditë informacionin dhe normalisht në momentin nuk ka qenë një seancë e zakonshme, por ka qenë një seancë ku veç është kur kemi hyrë, kemi ditë që është një seancë që do të ndodhet, po, shpallja e pavarësisë, dhe gjithë kemi qenë edhe të habitur në kuptimin që një vërtet që po ndodh, një realitet, por edhe një gëzim i madh, sepse ka qenë mbajmen një ditë shumë ftoftë edhe qytetarë të shumë që kanë prit, por edhe interesimi i madh i mediave të cilët më kontaktonin, por unë isha e rezervuar edhe për kohën, sepse ju e dini që ka ndodhur në mbasdite në 3:49 minuta dhe ajo momenti se kur kemi hyrë, po i përshkruaj edhe këtë moment sepse e di që shikuesi dëshirojnë edhe ti kujtojnë, por edhe ti dëgjojnë nga ne, ka qenë një radhë gjatë ku me duart trokitjet, por edhe me emrin tim derisa kemi hyrë dhe ka qenë edhe një vonesë derisa kam hyrë, duke më përshëndet, por edhe duke më përqafu gjenerata të ndryshme kur kemi hyrë në kuvendin, në salën e kuvendit të Kosovës. Dërkohë kishe presion edhe pikpyetje shumë nga familjarët, nga të afërmit tuaj për mënyrën se si do shpallej, kur do shpallej, dita, data, si u rezistoja gjitha këtyre pyetjeve dhe presioneve nga rrethi për rreth? Po, unë zakonisht kam me prindrit kafën e mëngjesit gjithmonë dhe me familjare filloj ditën, sepse aty fillon edhe energjia dhe krejt ajo pozitiviteti gjatë ditës, dhe unë me ju thënë të drejtën në momenti kur kam shku në salën e kuvendit kam preferu që të mos përdori telefonin, sepse presionet, si që thatë edhe ju, kanë qenë të shumta edhe nga familjar, por edhe nga shoqëria
shoqëria dhe nga mediat, por që ai momenti veç kur ndodhi të gjithë e kuptuan dhe padyshim që e kuptuan që po ndodhë pavarësimi i një sovraniteti, liria, sepse shpeshher ne flasim për pavarësinë e Kosovës, por ndonjëherë edhe i harrojmë edhe kontributin e shumë veprimtarëve, sepse ka pas, po them, një pritje e gjatë, por ne them shpesher asu nuk e kam besu që do ta kem fatin që të jem në shkruese deklaratës së pavarësisë, por gjithmonë kam besu... Do të bëhe pjesë e historisë, apo jo? Pikresht, por gjithmonë kam besu në lirinë dhe pavarësinë e vendit tim. Po, dhe a kishte informata atë koha, kishte informata si deputete se mund kishte incidente, mund kishte eskalim, mund kishte dhunë, cilat informata i kishit si ju dhe pasaj andjeshit në panik, a kishit pasiguri për gjitha ato zhvillimet të shpeta që po të do dhe na ditë dhe ato ditë? Pikrisht për këto informata kemi qenë të rezervuar dhe normalisht që kemi qenë të gjithë... Pra kishit informata, apo jo? Ishit informuar se mund kishte incidente, mund të kishte eskalim? Pa tjetër që po. Kishëm edhe informatat, por edhe ishim të... Edhe kjo ishte njëra ndër arsye që të ruhet siguria nacionale. Po, dhe si veprua, a do duhej të ndashin këto informata o kërkoj që të mos i ndanit me publikun këto informata dhe gjithashtu a kishit uzime në rast se mund kishte incidentet të tilla si do duhej të vepronit? A kishit uzime të tilla? Kur është në pyetje shteti, kur është në pyetje interesi nacional, gjithmonë duhet ta ruajmë me një fanatizëm në kuptimin që mos të ketë, dhe kjo ishte edhe arsyeja sepse nuk treguam edhe nuk dham informacione para se të hynëm në kuvendin e Kosovës. Po, dhe me gjithat pasaj ndodhi dhuna, sepse u dojgjën pikat kufitare, si e përjetuat ju si deputete e Kosovës? U soli shqetësim, u soli... Jashtëzakonisht shumë, sepse fillon aty, po them, ka qenë një përzierje emocionësh edhe gëzim, edhe frikë, si që thatë edhe ju, por edhe panik të ndryshme se çka do të, nëse do të ndikonte, edhe pse ajo normalisht që u vendos gjitha, por është friga gjithmonë që ti duhesh të rezistosh, por edhe të reflektosh në mënyrën e sjelljes në dinitozet, si që kemi qenë edhe përfaqësues të popullit. Dhe ju më zame që përshuajmë pamjet në shkrimit tënd, këtu përshuajmë që në afërsi ke Jakub Krasniqin, ke Hashim Thashin, si ka qenë akoma me qenë në afërsi dhe për krah këtyre figurave të mëdha të vendit që i kanë kontribuar shtërimit të vendit dhe shpalljes pavarësisë. Cila ishte ndjenja atko dhe si ndihesh ndoshta sot njëms kur shet që një pjesë e këtyre figurave të mëdha të vendit sot gjenden pra një procesi atje në Hag, ka pas sot protestë, ka pas marshë mbështetje të këtij procesi. Si i ke parë atko dhe pastaj dua të bëj një krahasim si ishte sot dhe a ke menduar që mund të shihje pamje të tilla sot? Nuk e kam besu asnjëherë që, sepse Jakub Krasniqi e ka udhëheq kuvendin dhe seancën dhe këta të jenë, sidomos sot, të jenë në këtë proces është jashtëzakonisht e dëmshme dhe është emocionale për familjet, por edhe për gjithë, dhe sot u dëshmua më së miri që me një unifikim dhe të gjithë së bashku dhe dua të besoj dhe besoj që do të kthehen shumë shpejt në familjet e tyre, por edhe me një dignitet, sepse këta këtë dhanë shumë dhe sidomos në themelët e shtetëndërtimit të Kosovës dhe sot të shohësh që ata nuk janë dhe po e vuajnë dënimin të jo të merituar dhe po janë atje, kjo është një dhimbje për gjithë shqiptarët kudo që janë. Dhe një mëza përmendë që ke qenë në 2 mandate deputete kuvendit Kosovës, tashme nuk je pjesë aktualisht të skenës politike, e ke menduar ndonjë rikëthimin politik? Unë asnjëherë nuk jam dalë së kontribuari për vendin tim. Gjithmonë aty ku më është kërku angazhimi, ku është kërku edhe kontributi im, unë e kam dhënë dhe unë zakonisht dëshiroj dhe preferoj që aty ku janë që kanë ndikim të jem aty ku t'i shërbej vendit tim dhe përveç që jam në Komitetin Paralimpik të Kosovës si presidente e komitetit, unë
asnjëherë nuk jam dalë edhe në mbështetjen e vajzave dhe grave në rolin e vendimarrjes, ku e udhëheq edhe Akademinë për fuqizimin e vajzave dhe grave, së bashku dhe me motrën Adelinën. Do thotë, kjo është asnjëherë unë 18 vjet, por konsideroj që aty nëse vetëm kërkohet, unë do t'jem e gatshme të kontriboj dhe të vazhdoj me... Sepse nuk do të thot vetëm të jesh deputete, por aty ku kërkohet kontributi dhe angazhimi dhe që i shef rezultatin, konsideroj që aty jam dhe do të vazhdoj të kontriboj. Dhe beq që je pjesë aktualisht edhe fuqizimit grave, ku konsideroni cili është roli sot i grave në politikë dhe a përfaqësohen sa duhet gratë në jetën politike në Kosovë dhe skenën politike, edhe cili është zëri tyre sot? Po ta bëj një krahasim, kur unë e kam filluar në atë moshë shumë të re, ka qenë shumë sfiduese, Donika. Ka qenë aq shumë paragjikuese jo vetëm në moshë që kam qenë e re, sepse konsideroj që mosha nuk e karakterizon një lider, guximi. Por që unë i kam të i kalu, sepse gjithmonë kam dash që të me punë dhe me argumente që të dëshmoj që edhe të rinjt duhet të përshihen në jetën e vendimarrjes, në jetën politike. Dhe po ta bëj krahasimin me kohën kur unë e kam fillu, që ka qenë jashtëzakonisht sfiduese dhe nuk ka pas shumë përfaqësim të vajzave dhe grave, dhe ta krahasoj tani është jashtëzakonisht i dukshëm. Dhe nuk ka pengesa. Ka ndryshime pozitive apo negative? Ka ndryshime pozitive, por unë gjithmonë jam ajo që them asnjëherë nuk është e mjaftueshme dhe nuk ka gjeni për një lider që dëshiron të jetë pjesë e vendimarrjes. Domthon mosha nuk është ajo të cilën apo edhe gjenia të cilët duhet ta përkufizojnë në një lider dhe unë e kam vrejt edhe me vajzat edhe gratë që i kam pas me gjenerat të ndryshme, ku shumica prej tyre disa veç kanë marrë besimin si deputete, që kanë qenë pjesë e trajnimeve që ne i kemi trajnu, dhe i shof, dhe ajo është një ndjenjë jashtëzakonisht e mirë kur e sheti që me gjitha ato përgatitje dhe të krijohen edhe të ndërtohen vajzat, dhe ajo që dëshiroj është që asnjëherë mos ta humbasin besimin tek vetja, por edhe duhet të angazhohen që në mënyrë që t'i bindin, por edhe sepse mundësit krijohen nga vetë ne. Ajo pastaj se sa dëshirojmë ne dhe ku dëshirojmë, ajo është çështje individuale. Po, megjithatë tu luan rol edhe shteti, apo jo? Padyshim që po. Aty ku ka barazi, ka edhe drejtësi. Aty ku nuk ka përfshirje, gjithë përfshirje, po them, edhe aty mendoj që kemi ngecje dhe aty nuk duhet ta lejojmë neve si shtet. Dhe ajo se çka unë dëshiroj dhe gjithmonë kërkoj është që të kemi një gjithë përfshirje të barabartë. Duke përfshi edhe personat me aftësi të kufizuar që të kenë qasje, sidomos grupet e marginalizume, por pse jo edhe komunitetet të ndryshme, sepse kjo pastaj e bën edhe më një mozaik të diversitetit, por edhe të ideve të ndryshme që kur janë të përfshirë të gjithë. Po, dhe vazhdojnë këto grupe të jenë të diskriminuara aktualisht më shumti në Kosovë? Mendoj që ende ka diskriminim. Pavarësisht që janë organizu debatet të ndryshme, janë organizu programe të ndryshme, pavarësisht që kemi ligje të ndryshme, unë konsideroj që ende nuk është ajo si që ka qenë, por ende nuk jemi në atë një nivelin e duhur që do duhet të ishte, sepse 18 vjetë jemi dhe për shumë çështje normalisht që janë, mos flasim tash vetëm tek kuvendi i Kosovës që janë të rezervuara për komunitetet, por ka aq shumë hapësirë që t'i ofrojmë një mirëqenie të mirë, edukim të mirëfillt, reforma të mirëfillta, por asnjëherë mos të bëjmë diskriminime pozitive. Gjithmonë të bëjmë përfshirje të gjithë atyre që meritojnë, por edhe që e kanë, të fillojnë të ajo ana e meritokracisë, besoj që kjo është ajo mënyra më e mirë e përfshirjes së tyre. Dhe kur flasim për
çështjet politike, Njomza, a ka ndryshuar shumë skena politike prej kohës kur ju ishit deputete me skenën politike aktuale? Si e shihni përfaqësimin e deputetëve dhe përfaqësimin e votës brenda Kuvendit Kosovës viteve të fundit, ndoshta mandatin e fundit? Shihni që ka ndryshime të mëdha, ka dallime të mëdha me atë kohë kur Kuvendi përfaqësoi me deputet kur ishe pjesë edhe ti? Jashtëzakonisht shumë, dhe mu më vjen mirë që shumë nga kolegët kanë arritë votën, sepse jo deri që ekziston edhe kuota, dhe kjo e bën pastaj edhe atë dëshmin më të mirë, sepse ne në Kosovë kemi vajza dhe gra aq të mira, dhe po ndonjëherë edhe nuk është që kemi kriju mundësit të kyqen. Kjo është, nëse flasim për ndryshimet, konsideroj që ende duhet ti angazhojmë gratë veprimtare edhe intelektuale, të cilat kanë mbet jashtë, pa fajin e tyre, por që kanë qenë të përjashtuar për mënyrat të ndryshme. Dhe në mënyrë të padrejtë, në mënyrë të padrejtë, por mos harrojmë edhe gazetare. Dhe kur i flasonëm për veprimtare, i përshinë të gjitha sektorët, por që të kesh një presidente, po e fillojnë nga presidentja, tani kemi edhe kryetarën e Kuvendit, Albulena Haxhiu, kemi disa ministre, apo jo? Zëvendës kryeministre, kemi edhe shumë ambasador, por në institucionet të ndryshme, ku tash nëse flasim për politikë, por nëse flasim në sport, është e dhimbshme që në për federatat të ndryshme, unë shpesher nuk ndjehem edhe mirë kur jam në tryezë të sportit, janë shumica që dominojnë bura dhe ku jam e vetmja unë që drejtoj, por mos edhe një kemi në federatën e notit, së fundmi që e ka fitu besimin që t'jetë kryetare e federatës së notit. Ne kemi aq shumë sportiste që e prezentojnë dhe që janë ambasador të mirë edhe të lëvizjes olimpike dhe lëvizjes paralimpike ku unë veç e drejtoj, por që në ende mungon ajo përshirja, nuk e di për çfarë arsye, por që konsideroj që duhet në të gjitha sektorët kemi në energji shumë gra dhe vajza të zonja, por që duhet sa ma shumë të ketë përshirje. Unë gjithmonë jam për barazi të barabart, asnjëherë mos të ketë një favorizim apo një diskriminim vetëm pse është një gjinie tjetër. Dhe Njomza, pas që jemi krejt në fund bisedës, prej kohës kur e kene nënshkruar pavarësinë, në cilat sektor ke mendu që vendi do të ecë më shpejt, në cilat ka pasur ngesje më shumë, edhe ku prisni që duhet vendi të përshpejtoj hapat në integrime, në zhvillim ekonomik, në integrime evropiane, në proceset të tjera, në cilat do duhet ndoshta vendit përshpejton të hapat për të ecur më shpejt në shtetësitë Kosovës? Do ta filloja me sundimin e ligjit, do ta filloja me gjykata që të jenë më efikase, me shëndetësi, sepse ende 18 vjetë shtet, ende nuk kemi sigurime shëndetësore dhe detyron qytetarët, por edhe neve që jemi këtu, që të dalim jashtë vendit dhe konsideroj që ne kemi aq shumë mjek të mirë, doktor të mirë, por që kushtet duhet të krijohen më të mira, të bënë reforma në arsim, sepse rezultatet nga PISA gjithmonë kemi dalë vendi i fundit. Dhe kjo pastaj është edhe një anë e reflektimi që dua të dëshiroj që me krijimin e institucioneve të reja dhe të qeverisë së re të kenë prioritetet në ato fushat të cilat ne kemi ngecë. Mos të harrojmë edhe zhvillimin ekonomik, sepse shumë të rinj po dalin jo vetëm për shkak të pagës që e kanë, por edhe që nuk e shohin një perspektivë në Kosovë, dhe kjo pastaj është e dhimbshëm se ne në Kosovë kemi një potencial edhe një njerëz të jashtëzakonshëm që e dojnë vendin dhe dëshirojnë që të shërbejnë vendit. Pastaj nëse flasim edhe në sport, në lëvizjen paralimpike, ka aq shumë mungesë të infrastrukturës, të sqasjes së personave me aftësi të kufizuar dhe në sallat, por gjithçka besoj që do të vazhdon me fillimin faktikisht edhe të qeverisë së re në të gjitha këto sepse ne ende jemi një shtet i ri, por që konsideroj që
ende duhet të vazhdojmë në ato të cilat ne shohim që ka ngesje apo edhe nuk ka përmirësime. Sepse në fund të fundit, se cili qytetare ka për obligim aty ku është të kontriboj. Pastaj, unë do të dëshiroja që, sepse në demokraci gjithmonë ka dalime. Por ajo ka dalime nëse do t'ishte me ide dhe me programe, por jo pasaj të kthehen në interesa apo edhe në të filloj me ato personale, sepse në fundit interesi i vendit është parsor dhe çka do dëshiroja është që ta kemi një unifikim dhe kur ka të bëj interesi i vendit, zhvillimi ekonomik, mirëqenia e qytetarëve, gjykatat më efikase, sundimi i ligjit, korrupsioni, gjitha këto, kur jemi të gjithë bashkë, normalisht që, por mos harojmë edhe liria e shprehjes. Në një vend demokratik ne edhe ashtu... Pra sheni shumë ngecje në shumë fusha, apo jo tani? Unë mendoj që do t'ishte mirë plotësime të bëhen në këto, sepse të krahasojmë më herët normalisht që ka pas, sepse kemi bët tash një përvojë me institucione, por që ende konsideroj që duhet të përmirësohen. Unë edhe nga natyra jam të gjithmonë kërkoj, më shumë në kuptimin e përmbushjes së obligimeve që i kemi, nëse themi që gjithçka është në rregull, atëherë nuk do të ketë progres. Por që duhet të besoj që në të gjitha këto që i thash të bëhen reforma dhe të vazhdohet me punë të mira dhe me forcimin e shtetit. Me qenë se veç është dita e festimit, por unë e quaj edhe ditë të reflektimit për gjithë liderët, por edhe për gjithë neve qytetarët kudo që jemi. Po, dhe kretë në fund si ke parë zhvillimet, si ishte deputete Kuvendit Kosovës, zhvillimet e brendshme politike, e përmendet disa herë që kërkohet unifikim në temat ndarë në çështje që ndikojnë në progresin dhe mirëqenien e qytetarëve. Kemi parë, sidomos vitin e fundit, unifikim të skenës politike, apo më shumë kemi parë përçarje dhe polarizim. Sot ka qenë një ditë që jam ndih shumë e lumtur, kur e kam pa këtë unifikim në protestën, gjithë së bashku, dhe kjo do t'ishte sepse ne shqiptarët e kemi solidarizimin, por e kemi edhe tolerancën të cilën do duhet ta përkthenim në vepra. Kemi humbë aq shumë kohë për interesa personale, ku nuk e kemi atë edhe luksin ton, por edhe nuk e kemi pas për borç edhe sidomos kur na shohin familjarët e dëshmorëve se sa të përçarimi. Por mos të harrojmë që kjo pastaj ndikon edhe në arenën ndërkombëtare. Unë jo rastësisht i përmenda shtetet të cilat nuk e kanë njoft Kosovën. Jo rastësisht përmenda edhe shtetet të cilat e kanë ndërhek njohjen e Kosovës. Dhe pastaj kjo demokracia, unë thash edhe një herë dhe po e potencoj, do duhet të ishte me ide dhe programe. Por nëse fillojmë të bëjmë këtë luftën ndaj njëri tjetrit, kjo pastaj nuk është edhe nuk do duhet të ishte nga ne. Por po shpresoj, po thom edhe një herë që ky reflektim, sepse me qenë se është sot ditë edhe feste, por edhe momentet e reflektimit tonë të secilit nga ne, kujtoj që do të vazhdoj me këtë energji sikur sot që ishte unifikimi i gjithë liderëve bashkë për mbrojtjen, por edhe për thirrjen e vlerave tona dhe të UÇK-s, por edhe të liderëve tanë që po bëhen në mënyrë të padrejtë dhe uroj që të vazhdoj ky unifikim nga sot edhe në mbrojtjen e interesave, por mos të harrojmë edhe të identitetit tonë, sepse në shumë vende ku unë, kur ka qenë edhe pranimi, lobimit për pranimin e Kosovës të Komitetit Paralimpik, në Komitetin Paralimpik Botror dhe Evropian, ka pas shtetet të cilat nuk e kanë ditë edhe ku ekziston qytetar në pak ka pas. Dhe kjo pastaj është e dhimbshme kur gjithë kjo punë që është bë dhe gjithë kjo gjak që është derdhë, që të ketë përçarje, konsideroj që nuk do duhet të vazhdonte në këtë mënyrë. Atëherë, Njumza, faleminderit shumë që ishe pjesë e këtij edicioni sot. Faleminderit shumë për mundësinë.
Faleminderit shumë. Në tani është koha të ndjekim një story të kolegës Sondonisa Fazliu lidhur me manifestimet e sotme dhe rikthehemi me bisedën tjetër.